Në vijim të punës për sigurimin e informacioneve dhe goditjen e rasteve të armbajtjes pa leje, si dhe bazuar në kontrollet e ushtruara nëpër ambiente të ndryshme, ku mund të ushtrojë veprimtaria e paligjshme e lojrave të fatit, shërbimet e policisë Korç, bazuar në informacionet e siguruara se një shtetas lëvizte i armatosur, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Target. Si rezultat i operacionit, shërbimet e policisë kanë ushtruar kontrollin lagje numër 9 në një lokal në ambientet e cilit u konstatuar shtetasi AQ, që dyshohet se ishte i armatosur. Ky shtetas sapo vuri re forcat e policisë ka tentuar të largojë me shpejtësi, me qëllim që të shmangte kapje nga policia, por u kap dhe u neutralizua. Nga kontrolli fizik, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan me cilësinë e provës materiale një armë zjarri pistolet me krahër municion luftarak dhe një shumë parash. Në përfundim të veprimeve proceduriale, u arrestuan flagrans shtetasi AQ, 31 vjeç banues në Korç, për veprën penale të mbajtjes pa leje dhe prodhimit të armëve shpërthyese dhe municionit.